Të miratuara që prej dhjetorit me premtimin se prej 1 janari do të ishin në fuqi, por sot që flasim, paqja fiskale dhe fshirja detyrimeve tatimore dhe doganore për bizneset nuk është ende zbatueshme, pasi mungojnë aktet nënligjore. Ministri i Financave Petrit Malej shpjegoi se kjo vonesë ka ardhur për shkak të tryezave të diskutimit me ndërkombëtarët që kanë shprehur rezerva për nismat. Sipas tij, paketa plot ligjore do të jetë gati brenda muajit maj. Për sa i përket akteve nënligjore, ato janë drejt fazës finale të tyre. Unë besoj që shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Ka qenë një periudhë në cilën ne kemi diskutuar dhe kemi negociuar me organizma ndërkombëtar për aktet nënligjore, ashtu siç bëm edhe me ligjet në vetvete, kështu që besoj që shumë shpejt do dalim me këto akte nënligjore. Jam besim plot që brenda muajit maj do të kemi mbyllur të gjitha proceset respektive. Ai shtoi se nga kjo skemë do të përfitojnë të gjithë tatimpaguesit që plotësojnë kriteret e përcaktuara për faljen e detyrimeve. Për pjesën e fshirjes së detyrimeve tatimore dhe doganore, patjetër që ato do të jenë në linjë me ato që janë parashikuar në ligj. Aktet nënligjore dhe udhëzimet janë më tepër pjesë e sqarimit se si do të bëhet procedura dhe patjetër që do të përfitojnë që të gjithë tatimpaguesit që plotësojnë kriteret e ligjit faljes së detyrimeve. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri njoftoi edhe se mes Shqipërisë dhe Polonisë do të ketë një marrëveshje për sigurime shoqërore, ndërsa negociatat mes palës shqiptare dhe asaj greke për të njëjtën çështje vijojnë. Ndërkohë, ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha sot se siguria e fëmijëve dhe institucioneve arsimore është e garantuar 100%. Masat e sigurisë në të gjitha shkollat tona janë në garantim 100% të sigurisë të fëmijëve dhe të institucioneve arsimore. Nuk e them thjesht me fjalë, por e para, ne jemi në një bashkëpunim 100% me policinë e shtetit dhe në pjesën më të madhe të shkollave, sidomos e shkollave numër të madh nxënësish ose në zona pak më të largëta, patrullat e policisë janë aty çdo mëngjes edhe çdo drekë kur fëmijët hyjnë dhe dalin nga shkolla dhe shpesh edhe gjatë orës së pushimit të madh ku ka lëvizje të nxënësve për të garantuar gjithë perimetrin rreth e rrotullt shkollës. Jemi në komunikim të përditshëm me Ministrinë e Brendshme dhe me Policinë e Shtetit. Ndërkohë po rrisim numrin e oficerëve të sigurisë, të cilët janë shtuar, numri i cilëve për numër nxënësish është shtuar nga shtatori vitit 2025, që janë persona kontakti në komunikim të rregullt me Policinë e Shtetit për çdo sinjalizim. Kumbaro foli edhe në lidhje me projektin After School që pritet të implementohet në shkolla. Ajo që ne bëm si vjet është që e risistemuam të gjithë këtë tipologji aktivitetesh, sepse është e rëndësishme që të jenë të përfshira dhe në ligj, i dham formë ligjore. Miratuam dhe një vendim të Këshillit Ministrave ku rritëm shpërblimin, e dyfishuam shpërblimin për mësuesët të cilët angazhohen në këto orë që i quajmë jashtë-shkollore, pra mbi normën e tyre normale, dhe për të përfshirë dhe një burime njerëzore të cilat ta vinë qoftë nga mësuesit në pension. Jemi në hapat e fundit të rregullimit të aktit tjetër në ligjor për të sistematizuar dhe po të mos pasur më ndarje që ca shkolla e bëjnë, ca shkolla se bëjnë. Synimi është që të gjitha shkollat e sistemit para universitar të përfshihen në këtë aktivitet sepse e quajmë shumë të rëndësishme për edukimin e fëmijës. Me vendim të Këshillit të Ministrave në mbledhjen e qeverisë u përmbyll akti 12 nënligjor në zbatim të ligjit për shkencën të vitit 2024 si veprim i fundit ligjor për kapitullin e 25 të negociatave me Bashkimin Evropian. Ministri i Arsimit Kumbaro njoftoi se do të jetë një prej 2 kapitujve që do të përmbyllen brenda këtij viti.